Bashkëshortja e Mirit, Rabea, ka folur për herë të parë publikisht lidhur me situatat e krijuara në Big Brother VIP Albania, duke ju përgjigjur drejt për së drejti deklaratave të forta të babait të Selin dhe duke sqaruar raportin e shumë diskutuar mes banorëve. Në një intervistë për Top Albania Radio, Rabea u pyet rreth komenteve të babait të Selin, i cili e kishte cilësuar Mirin si pervers pas dinamikave të krijuara në shtëpi. Ajo mbrojti partnerin e saj duke theksuar se ajo që po ndodh brenda është thjesht lojë dhe se përgjegjësia nuk bie vetëm mbi njërin person. Më duhet të them, unë e kam parë intervistën atë ditë kur doli. Edhe momentin e parë ishte kështu si i shokuar. Nga një anë, e kuptoj merakun e babait për një vajzë, por ky meraku nuk të jep të drejtë të gjykosh një person që ti nuk e njeh, që nuk ka bërë asgjë ilegale, thjesht ka bërë një lojë. Më ka nevrikosur një çik që ka folur kështu. Ti, si baba, nuk mund t'i japësh gjithë fajin Mirit për atë situatën atje brenda. Shiko pak edhe vajzën tënde. Ajo ka marrë disa këshilla nga jashtë, por nuk do të kuptoj. Duhet të shikosh një çik vajzën tënde se e ke edukuar ti, jo Miri, u shpreh ajo. Lidhur me natyrën e marrëdhënies Miri Selin, Rabea ishte e prerë duke cilësuar atë si strategji të pastër loje, pas një ndjenjë reale. E shoh si një marrëdhënie loje, thjesht miqësore, që është lindur nga një detyrim pas pranimit të parë. E kam pranuar këtë sfidë dhe pastaj nisi loja e tyre. Nuk ka absolutisht ndjenja mes tyre. Secili përfiton nga kjo situatë. Nëse ka dyshime, ato ushqen nga Selini dhe jo Miri. Gjatë intervistës, u prek edhe momenti delikat kur vajza e Mirit gjatë vizitës në shtëpi përmendi emrin e Selin si të preferuarën e saj, një detaj që Rabea sqaroi se është tërësisht spontan. Nuk e kemi diskutuar më përpara se nuk e kisha menduar se si pyet ashtu, por ajo ka dhënë përgjigjen e saj që kishte në zemër. Vajza më tha më mbrapa se donte të thoshte Stelin, por edhe Selin. Si vajzë e pafajshme tha atë që kishte në zemër. Vajza ka qarë shumë kur doli. Për të mbyllur diskutimin me nota humori, e pyetur se këtë zgjidhte ajo vetë nëse Miri do t'ja bënte të njëjtën pyetje, Rabea u përgjigj. Unë do të kisha thënë përveç teje, më pëlqen Boli, pra arushi që Mateo i dhuroi Brikenës. Po juve çfarë mendimi keni për gjithë të situatë? A mendoni që ky reagim i bashkëshortes së Mirit është një reagim i vërtet apo edhe kjo po vazhdon të luajë lojën e Mirit brenda? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.